Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani kërkon nga Kuvendi zgjatjen e mandatit të prokurorëve. Opozita e akuzon për dështim në luftën kundër krimit zgjedhor. Policia prangos në Tiranë Aldo Avdyli nuk kap me armë poshtë stëku. 37 vjeçari akuzohet për vrasjen e Edmir Bregut. Qeveria do të mbështesë bizneset që zhvillojnë teknologjinë. Kompanitë mund të shfrytëzojnë të dhënat shtetërore për projekte inovatore. Ndërpritën punimet në autostradën Tiranë-Durrës për shkak të trafikut të rënduar. Autoriteti rrugor kërkon të gjejë një zgjidhje alternative. Ora 19, mi mbrëma nga Vizion Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani bëri sot bilancin e punës gjatë vitit 2024. Në Komisionin e Ligjeve në Parlament, ai kërkoi zgjatjen e mandatit për prokurorët, pasi ata, arshyetoi ai, hetojnë çështje që zgjasin vite të tëra, ndërsa opozita e akuzoi Dumanin për dështimin e prokurorisë së posaçme në luftën kundër krimeve zgjedhore. Altin Dumani raportoi për herë të fundit para deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë pasi mandati i tij si drejtues i SPAK-ut përfundon në fund të këtij viti. Dumani e shfrytëzoi këtë mundësi të fundit në Komisionin e Ligjeve për të kërkuar ndryshimin e kushtetutës në mënyrë që prokurorët e SPAK-ut të kenë mundësi të kandidojnë për një mandat të dytë. Ju siguroj që në përfundim mandatit 9 vjeçar nuk do rikandidoj për prokuror. Zgjedhja ime kam bërë këtë marrëveshje me mua që kur kam me veten time, që kur kam hyrë në këtë, kur kam aplikuar për të qenë prokuror i posaçëm. Por unë flas në emër të institucionit. A mund ta imagjinoni në vitin 2028 11 apo 13 prokurorë, 11 të paktën 11 prokurorëve të posaçëm ju marron mandati brenda një viti. 11 prokurorë të posaçëm. Nuk kemi aq shumë burime njerëzore që sa t'i zëvendësojmë këta prokurorë. 11 prokurorë në një vit. Është e pamundur. Pak muaj pas zgjedhjeve parlamentare, opozita akuzoi SPAK-un se dështoi të hetojë krime zgjedhore. Shitblerja e votës ishte një nga faktorët kryesorë të masakrës zgjedhore. Dhe nga ana tjetër ne e dim shumë mirë që task forca në këtë pikë rezultoi një fiasko madhe. Jam një lloj i shqetësuar, nuk e them sa për fjalë, jam një lloj i shqetësuar si edhe ju për blerjen e votës. Sepse para se të jemi prokuror, jemi qytetar të këtij vendi. Dhe vota është e shenjtë dhe duhet që qytetarët të votojnë të lirë. Por tani kapacitetet dhe mundësitë e SPAK këto janë. Opozita shfrytëzoi mbledhjen e Komisionit të Ligjeve për të ngritur shqetësimin për aplikimin e masës së sigurisë rreth shtëpia për një vit, ndaj kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, duke kërkuar sqarime për dy standardet që sipas saj SPAK-u ka aplikuar në masat e sigurisë. Në rastet kur hetimi përfshin ish kryeministra, figura me imunitet apo personazhe të njohur politikisht, SPAK nuk ka një protokoll të veçantë që ndryshon trajtimin e çështjes. Çdo veprim kryhet sipas dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, të cilat faktikisht në vlerësimin tim parashikimet e Kodit të Procedurës Penale janë të qarta se takon llojit të masës sigurimit që duhet caktuar dhe prokurorët në punën e tyre udhëhiqen pikërisht nga parashikimet e këtyre dispozitave procedurale penale që normojnë kërkesat për caktimin e masave të sigurimit. Altin Dumani shpjegoi se personalisht ka porositur prokurorët e SPAK-ut të kenë kujdes kur kërkojnë masë sigurie arrest me burg, edhe pse theksoi se pjesa dërmuese e masave të ashpra të sigurisë i përkasin krimit të organizuar. Edhe kreu i organit qendror të akuzës, Sulçan Çela, raportoi sot në Komisionin e Ligjeve. Duke u përgjigjur shqetësimit të opozitës, ai tha se për hetimin e krimeve zgjedhore duhej të ishte bërë më shumë. Prokurori i përgjithshëm shprehu nga ana tjetër rezerva për draft kodin penal, për të cilin tha se është represiv. Prokurori i përgjithshëm Sulçan Çela pranoi në Parlament se organi i akuzës nuk ka bërë mjaftueshëm në betejën kundër krimit zgjedhor. Në Komisionin e Ligjeve opozita ngriti shqetësimin se krimi organizuar po përcakton deputetët e Kuvendit të Shqipërisë se prokuroria nuk vepron, duke theksuar se janë vetëm 8 çështje për krime zgjedhore gjatë vitit kaluar. Numri 1 i organit të akuzës Sulçan Çela pranoi që forca goditëse ndaj krimit zgjedhor duhet rritet, por vuri në dukje se referimet për këto krime nuk kanë cilësinë e duhur.
Perceptimi juaj me atë që ne kemi prodhuar në realitet ka disproporcion shumë të madh. Unë nuk dua fare të vënd diskutim atë që ju thoni. Çështja është sa ne si institucione të drejtësisë mund të parafrohemi pritshmërive të gjithë subjekteve politike, të qytetarëve e tjera. Unë mendoj që ka vend për përmirësim, patjetër për fuqizim të potencialeve. Nuk jetojmë dot në dy botë të shkputura dhe ditën e zgjedhjeve, unë jam i sigurt që shumë prej kolegëve të mi të krahut të opozitës, jam i sigurt që edhe nga krahu tjetër e dinë shumë mirë. Por po flas për Durrësin, unë isha drejtues politik, ku gjendet një kartelet siç edhe operacioni e tregoi më pas, edhe pse me vonesë, një kartelet më të mëdha të kokainës, me një shtrirje kapilare, jo vetëm përgjatë periudhës jo zgjedhore në të gjithë terrenin, por me aftësinë për të përmbysur situatën dhe me prezencë të këtyre individëve në qendrën e votimit. Prokurori i përgjithshëm Çela shfrytzoi raportimin në Komisionin e Ligjeve për të përsëritur kritikat ndaj projektit për kodin e ri penal, duke ngritur pikpyetje nëse Shqipëria ka nevojë apo jo për një kod të ri. Fryma e kodit është represive. Për sa kohë ne kemi shtuar ndjeshëm numrin e dispozitave, normave të cilat bëjnë të dënueshme sjellje të caktuara shoqërore, tani pyetja është, kjo është ide e hartusit, atij që e krijoi draftin, apo kjo është një politikë që ju ngarkua nga ekzekutivi, nga ministri i drejtësisë, nga komisioni i ligjeve? Si erdhëm ne në këtë pikë? Kjo është çështja mbi cilën unë nuk mund t'jap as unë, as një prokuror tjetër, ne mund t'japim opinione patjetër. Duhet apo s'duhet, por kjo është loja si e mendoj unë, si e mendoni ju. Pra shkon përtej asaj që është kompetenca ime. Prokurori i përgjithshëm shpjegoi sfidat me të cilat përballet organi i akuzës pas miratimit të reformës në drejtësi. Kemi një çështje në të cilën ose disa raste ku prokurorët e shkallës parë ankohen për vendimet e gjykatës apelit. Tani kemi arritur një ditë ku prokurorët vënë diskutim atë se çfarë vendos gjykata e apelit. Bëjnë letër, i drejtohen institucioneve, madje drejtohen dhe ambasadave, ku ngren çështje që kanë të bëjnë me lishmërinë e vendimit të gjykatës apelit. Kjo është e papranueshme, është e pakonceptueshme. Dhe pse vjen kjo? Vjen sepse kemi ndërtuar një sistem në të cilin ende prokurorët, sidomos prokurorët e rinj, nuk kuptojnë vendin dhe pozicionin e prokurorit. Në lidhje me numrin e lartë të qytetarëve që ndodhen në paraburgim, prokurori i përgjithshëm shpjegoi se para pak muajsh është miratuar një udhëzim që prokurorët ta përdorin burgun si masën e fundit të sigurisë, por pranoi se ende nuk ka reflektim nga organi i akuzës. Grupi i Avdylajve të Shijakut ka marrë një tjetër goditje teksa është arrestuar Aldo Avdylaj, i akuzuar për vrasjen e Edmir Bregut. 37 vjeçari u kap në zonën e liçenit të Thatë në Tiranë, ku fshihej në një apartament. Policët dhe forcat speciale të Reneas i gjetën edhe një armë zjarri, pistolet si dhe municion luftarak. Aldo Avdylaj, një nga personazhet më të njohur të botës së krimit, është arrestuar nga policia pas ditën e së hënës. Ishin forcat e litë të Reneas që ndërhyn në apartamentin ku fshihej Aldo Avdylaj, një pjesë të Rit Avdylajt. Ai qëndronte prej disa kohësh në zonën e liçenit të Thatë në Tiranë. Këto janë pamjet e prangosis e tij nga Renea, ku shikohet 37 vjeçari i shtrirë në tokë, ndërkohë një pistolet i është gjetur poshtë jashtëkut. Arma e gjetur në shtratin e Avdylajt është sekuestruar bashkë me municionet luftarake. Ai akuzohet si pjesë e grupit që mori pjesë në ekzekutimin e Edmir Bregut në Durrës. Kujtojmë se grupi i drejtuar nga Rit Avdylaj, Aldo Avdylaj dhe Aleksandar Laho, i njohur si Rumi i Shijakut, u godit nga autoritetet para pak kohësh. Grupi prej vitesh ishte një nga më të fuqishmet në qarkun e Durrësit, ku pak pas zbërthimit të aplikacioneve SkyECC zbuloi vrasje me pagesë dhe tjetërsimin e pronave në gjirin e Lalzit. Në këtë operacion u arrestua Nea Kume, vëllai i deputetit socialist Luer Kume, Vullnet Muça, vëllai i Rumit të Shijakut, ndërkohë ky i fundit ende nuk është kapur. Krahasi janë dhe 2 personat e tjerë në kërkim. SPAK e ka ndarë hetimin në 2 çështje. Përmes zbërthimit të aplikacionit SkyECC është zbardhur vrasja për hakmarrje e Edmir Bregut. Sipas SPAK, Rit Avdylaj urdhëroi ekzekutimin në shenjë hakmarrjeje për tentativën për të vrarë nipin e tij, Aldo Avdylaj.
Në këtë krim, sipas hetuesve të posaçëm, ka ndihmuar dhe Enea Kume, vëllai i deputetit të Partisë Socialiste, ndërsa si ekzekutor dyshohet të jetë Alfred Doka, i cili është në kërkim. Pjesa 2 e dosjes ka të bëjë me pronat e gjerit të Lalzit, ku SPAK ka zbardhur falsifikimet për tjetërsimin e pronave në Bregdet, disa dokumente të gjetura në automjetin e ish prokurorit Arjan Doja, tashmë deputet i Partisë Demokratike, ditën kur u bë atentati në nëntorin e vitit 2019, teksa ndodhej në shoqërinë Aleksander Lahos. Ndihmuan SPAK të zbardhte skemen e mirëfillt të përvetësimit të pronave shtetërore në Bregdetin e Durrësit. Në krye të këtij grupi, sipas SPAK, është Rumi Shiakut. Ai ka falsifikuar dokumente të ndarjes së tokave në disa fshatra në gjerin e Lalzit, madje ka arritur deri aty sa të zëvendësojë dokumentet e sakta me ato të falsifikuara në institucionet shtetërore. Disa prej këtyre pronave ishin vendosur në emër të disa qytetarëve të zonës, të cilët nuk kishin asnjë ide se ishin bërë pronar tokash. Është ekstraduar sot nga Dubai drejt Shqipërisë Dritan Shkëmbi. Ai akuzohet nga prokuroria e posaçme si antar i grupit të Plauren Dervishajt. Në vitin 2022, gjykata e posaçme kishte caktuar në mungesë ndaj tij masën arrest me burg për atentatin tek mbikalimi i Shkozetit ndaj ish prokurorit Arjan Ndoja, sot deputet i Partisë Demokratike. Dritan Shkëmbi akuzohet për vrasje të funksionarëve publik e mbetur në tentativë, për vrasjen e Andi Malokut, shoferit të Arjan Ndojës, si dhe për vrasje të mbetur në tentativë ndaj Aleksander Lahos, i njohur si Rumi i Shiakut. Katërmbëdhjetë persona të cilësuar si të rrezikshëm me rrezikshmëri të lartë janë kapur sot në flagrancë në një kontroll gjatë një kontrolli në një lokal në fshatin Brada Shesh, ku u zbuluan armë zjarri, municion luftarak dhe sende të tjera të jashtëligjshme. Operacioni u krye pas administrimit të shpejtë të informacioneve operative për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armëmbajtjes Faleje. Gjatë kontrollit në lokal u gjetën edhe dhe u sekuestruan 3 armë zjarri, pistolet, municion luftarak, ndërsa gjatë kontrollit në banesat e të arrestuarve janë sekuestruar edhe armë elektroshok, radio si të policisë dhe lek me mbishkrim policia, 4 automjete si dhe disa celular. Të arrestuarit janë me precedent penal në fushën e krimeve kundër personit, si dhe të lëndëve narkotike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka propozuar afate të tjera të reja për garën zgjedhore të datës 9 nëntor. Në draftin që tashmë përjashton Tiranën është kërkuar shtyrja e regjistrimit të partive deri më datën 14 tetor, ndërsa më herët ishte vendosur data 13. Koalicionet kanë kohë deri më 19 tetor për të regjistruar, ndërsa afati për kandidatët është 22 tetori. I vetmi afat që nuk ndryshon është ai për fushatën elektorale, e cila sërish do të zgjas vetëm një javë, nga 1 deri më 7 nëntor. Ndonse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon me përgatitjet për zgjedhjet e pjesshme vendore, ngërçi për afatet vijon, teksa kolegji shtyu për herë të dytë seancën që do të vuloste edhe datat për regjistrimin e forcave politike dhe të kandidatëve. Dhe faktikisht në Tiranë nuk do të ketë zgjedhje më datën 9 nëntor dhe as nuk dihet dhe nuk është e sigurt se kur do të mbahen zgjedhjet dhe nëse do të mbahen, pasi gjithçka varet nga një vendim që do duhet ta japë gjykata kushtetuese, e cila do të përcaktojë nëse Erion Veliaj do të mbetet kryetar i Bashkisë së Tiranës apo do të konfirmohet shkarkimi i tij. Megjithatë, Partia Socialiste e vijon punën në terren për zgjedhjen e Ogerta Manaseliut si kandidate zyrtare e kësaj partie. Do të bisedojmë tani me zonjën Bora Muzhaqi, ish ministre, aktualisht deputete e Partisë Socialiste, e cila vepron në njësinë numër 8 në Tiranë. Mbrëma, a mund të konfirmoni zonja Muzhaqi pra se puna, fushata vijon aktualisht në Tiranë? Përshëndetje, ju përshëndes në fakt nga zyrat e njësisë 8. Sigurisht që puna Partisë Socialiste vijon çdo ditë, jo vetëm kur ka fushat. Kështu që patjetër që jemi në terren gjithkohë. Por edhe pse gjykata kushtetuese është shprehur dhe ligjërisht fushata nuk do duhet të vazhdonte, apo jo, si e keni kuptuar ju vendimin e gjykatës kushtetuese? Mendoj që kur vjen puna te gjykata kushtetuese, gjithë kolegët që kanë gjithë eksperiencën e duhur në jurisprudencë, patjetër që mund të shprehen nga ana teknike,
por për sa i përket punës tonë, ne kemi vetëm një kandidate, kemi vetëm Ogerta Monasterlion dhe si parti jemi gjatë gjithë kohës në terren me qytetarët, qoftë duke u interesuar për problematikat që ata kanë, por edhe për çështjet që ne duhet ndjekim. Është detyra jonë si deputet, edhe patjetër që tashmë edhe me forcat shtuara për sa i përket zonës Tiranës, për të qenë gjithë nga dishmëri. Një kryeqytet është vendi më i rëndësishëm dhe patjetër që dhe detyra jonë për të qenë në krye të fushatës në thonjza, sepse ne jemi çdo ditë në krye të fushatës. Kështu që pavarësisht të vendimit të gjykatës kushtetuese, ne vjojmë punën që në momentin që do të ketë zgjedhje, patjetër që do të jemi të përgatitur dhe në krye të detyrës. Ju keni bërë më herët fushat në Elbasan ku dhe jeni zgjedhur deputete apo jo? Në Tiranë, cilat janë problemet apo shqetësimet që ju jeni duke dëgjuar atëre nga takimet që po zhvilloni këto ditë të asaj që ju e realizoni si fushat zgjedhore? Po, në fakt, unë kam qenë angazhuar më herët në zonën Librazhit dhe Prenjasit, tashmë jam rikthyer në Tiranë për të dhënë një dorë shtesë me kolegët. Sigurisht problematikat e kryeqytetit janë të ndryshme nga ato të një zone malore që unë kam përfaqësuar më herët. Problematikat, për të qenë shumë sinqert, është mungesa e një kryetari në detyrë. Pra, vështirësirat shumëta gjatë kësaj periudhe janë shfaqur nga qytetarët, qoftë nga ofrimi i shërbimeve që nuk kanë qenë në të njëjtën cilësi si më herët, por edhe nga ato angazhimet e përditshme, qoftë problematikat e parkimit, problematikat e ndriçimit, problematikat e rrugëve, infrastrukturës, një sër problematikash që sigurisht duket mungesa e një kryetari bashkie. Prandaj është e nevojshme menjëherë që ne të kemi dikë në krye të Bashkisë Tiranës dhe sigurisht që të kemi Ogerta Monasterlion në krye të Bashkisë Tiranës. Jam shumë e gëzuar në fakt që nga gjithë takimet që kemi realizuar me qytetarët, shprehu një gatishmëri shumë e madhe, qoftë për kandidaturën që Partia Socialiste ka përzgjedhur. Vjen kjo edhe sigurisht pa gjithë eksperiencës që Ogerta ka pasur, gjithë aftësive që ka treguar në fushën menaxheriale dhe patjetër që qytetarët e kanë vënë re, qoftë në detyrën e saj si ministre shëndetësisë, në detyrën e saj si ministre arsimit, dhe me thënë drejtën e kanë pritur qytetarët krah hapur dhe ka qenë shumë e thjeshtë të shkosh të flasësh me ta për problematikat dhe janë vërtet besim plot që Ogerta do të ishte personi i duhur në krye të Bashkisë Tiranës që do arrinte të realizonte edhe këto detyra apo këto problematika që gjatë këtij viti që nuk ka pasur një kryetar bashkie në fuqi të plot, patjetër që janë vënë re nga qytetarët dhe duhet ajo shtysa e nevojshme për të pasur dikën në krye të Bashkisë Tiranës. Zonja Muzhaqi, diku në mos gaboj keni thënë që një shok i juaj afërt është ChatGPT-ja dhe ju e konsultoni sa herë, flisni në publik edhe në rastet e ngjashme. Shpresoj se nuk jeni konsultuar për këtë intervistë të shkurtër me ne. Me thënë drejtën, besoj që çdo njeri, sidomos në kohën kur ne jetojmë, duhet patjetër të konsultohet me gjitha mjetet teknologjike që kanë dispozicion. Dikur kompjuteri shifesh si diçka e çuditshme apo e habitshme dhe ata që përdorin kompjuterin shifeshin si njerëz të çuditshëm. Në kohët që jemi sot, ChatGPT-ja duket si diçka e çuditshme, por besoj shumë shpejt, jo vetëm unë, po çdo njeri në Republikën e Shqipërisë, po dhe në gjithë botën, do fillojë të përdorë ChatGPT-n. Kam parë edhe kolegë shumë të vjetër në parlament që kanë filluar ta përdorin, gjë e mirë kjo, sepse sigurisht duke hequr disa nga detyrat e vogla manuale që të bën ChatGPT-ja, njeriu mund të përqendrohet në detyra pak më të mëdha që kërkojnë pak më shumë mendim kritik edhe pak më shumë aftësi. Kështu që patjetër edhe nëse do isha konsultuar, do ishte gjë e mirë, besoj. Faleminderit, ishte drejt për së drejti Bora Muzhaqi, deputete e Partisë Socialiste. Ne do ecim më tej. Kryeministri Rama premtoi mbështetje për çdo person apo biznes që punon për zhvillimin e teknologjisë. Në zbatimin e projekteve novatore, sipas tij mund të përdoren edhe baza të dhënash që kanë institucionet shtetërore. Çdo biznes që ka një ide të re në fushën e teknologjisë do të asistohet nga qeveria. Në forumin e investimeve BE Ballkani Perëndimor, Kryeministri Edi Rama lajmëroi se çdo inovator do të ketë mundësinë të shfrytëzojë të dhënat e institucioneve. Kjo do të thotë që duam që startupet, inovatorët të kenë mundësi të aksesojnë institucionet, dhe duke aksesuar institucionet të kenë mundësi të shohin nga afër problematikat, por edhe të shfrytëzojnë të dhënat e tyre.
Shefi ekzekutiv sqaroi dhe planet për krijimin e një akseleratori në mbështetje të ministres virtuale Diella, që do të mundsojë institucioneve më tepër mjete të inteligjencës artificiale. Kemi sfidën të krijojmë një akselerator shumë të fuqishëm në mbështetje të ministres sonë të inteligjencës artificiale, që është vetë inteligjencë artificiale, dhe natyrisht që ky akselerator do të bazohet tek ju, tek kapitali njerëzor që ne kemi brenda Akshit, apo brenda agjencisë së ekselencës, dhe me këtë sinergji do të mundohemi që çdo njërit nga institucioneve qendrore ti zgjerojmë trurin me inteligjencë artificiale. Në aktivitet, 161 pjesëmarrës nga gjithë Ballkani Perëndimor dhe diaspora prezantuan projektet e tyre me synim zhvillimin e zgjidhjeve konkrete të bazuara në inteligjencën artificiale për sfida reale shoqërore. Qarkullimi i automjeteve në autostradën Tiranë-Durrës sot është rikthyer në normalitet. Dje lëvizja e mjeteve u bllokua nga Vora deri te ura e Dajlanit, sepse autoriteti rrugor shqiptar do të riasfaltonte akset ekzistuese. Por për shkak të trafikut të rënduar që u krijua dje, autoriteti ka ndërprerë punimet sot që përmjesi dhe lëvizja e mjeteve është kryer si zakonisht. Autoriteti rrugor shqiptar po diskuton për një plan të ri të ndërhyrjes në segmentet problematike të autostradës që kanë nevojë për riasfaltim, por pa krijuar trafik. Protesta e punëtorëve të një kompanie private që shfrytëzon minierët e bakrit në Spaç është shoqëruar me tensione. Ata janë përplasur me policinë, ndërsa kërkuan që firma të pranojë kërkesat për më shumë siguri dhe paga më të larta. Punonjësit e minierës së bakrit në Spaç të Mirditës e kanë përshkallëzuar reagimin e tyre këtë të hënë, duke ndalur punën dhe duke u grumbullur në hyrje të kompanisë private që shfrytëzon nën tokën. Rreth 70 minator protestuan sërish, ndërsa u përplasën me përfaqësuesit e firmës e më pas edhe me forcat e policisë. Minatorët kërkojnë përmirësimin e kushteve të punës, rritje të pagave dhe garanci më të larta sigurie në galeritë e minierës. Pa pranu sindikatën dhe për të ulë me bën një marrëveshje njerëzore, ne nuk e ndërpresim grevën. Deket na plesin kushte, nuk lëvisim dot për këtë. Punëtori, minatori është forca kryesore e punës së punëdhënësit. Kërkojmë që këta të shpërblehen, të marrin dinjitetin e tyre. Jemi të pakënaqur, nuk kemi të gref luftë me palën turke, kërkojmë një drejtësim më në drejtave tona që na takojnë. Bëjmë kryq sa herë jemi marrë në galeri e kur dalim. Pri pa sigurisë, pa gjonat. Mbrapa 30.000 lekë, 20.000 lekë i timër kamarera pas në ditë. Në mbështetje të protestës ishin edhe përfaqësues të Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Shprehim sot solidaritetin ton të plot, të pakushtuar dhe sinqert me minatorët e minierës bakrit, të cilët sot janë në një grevë pa fat, në mbrojtje të drejtave të tyre legjitime, të dinjitetit në punë dhe të sigurisë në jetën e përditshme. Nga ana tjetër, kompania i ka hedhur poshtë pretendimet e protestuesve dhe përfaqësuesve të sindikatës. Në reagimin e saj, kompania thekson se nuk është kundër dialogut, por sipas saj, sindikata nuk ka paraqitur dokumentacion të rregullt, ndaj edhe ka refuzuar takimet me palën sindikale. Megjithse e mori mandatin nga presidentja e vendit, kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk ka nisur ende bisedimet për të gjetur partnerin e koalicionit për të qeverisur. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka përshëndetur raundin e parë të zgjedhjeve lokale duke vlerësuar pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve. Albin Kurti ka deklaruar se ende nuk i ka nisur diskutimet me partitë e tjera lidhur me formimin e qeverisë së re të Kosovës. Për shumë punë këtë ditë, analiza e rezultateve nga qendrat, na duhet ta shohim
kontributet që kanë pasur fushatat në për komuna me rezultatin që kemi arritur, në mënyrë që sa më shpejt të fillojmë me fushatën për balotazhe. Andaj dje dhe sot nuk kam arritur ende që të zhvilloj ato komunikimet, por po e bëjmë një plan edhe për këtë gjë, i kemi më shumë se 10 ditë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka mirëpritur procesin zgjedhor paqësor në Kosovë dhe është shprehur i kënaqur që në raundin e parë të zgjedhjeve lokale pati pjesëmarrje të gjitha komuniteteve. Sipas Radio Evropa e Lirë, zëdhënësja e BE-s, Anita Hiper, ka bërë thirrje për një certifikim sa më të shpejtë të procesit. Për ato komuna ku kryetarët janë zgjedhur në raundin e parë, ne bëjmë thirrje për një certifikim të shpejtë dhe zbatim të rezultateve të zgjedhjeve përmes një tranzicioni të rregullt të pushtetit lokal. Për komunat e tjera, ku do të zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komune, bëjmë thirrje për një proces po aq paqësor, konkurrues dhe gjithëpërfshirës më 9 nëntor. Një delegacion i Bashkimit Evropian ka vëzhguar zgjedhjet lokale në Kosovë. Në përfundim të raundit të dytë, pritet të jepen edhe konkluzionet e misionit të vëzhguesve. Dorëshkrimet të panjohura më parë dhe sende personale të shkrimtarit Dritor Agolli tashmë mund të shihen dhe mund të preken nga publiku. Ato janë dorëzuar muzeut që mban emrin e shkrimtarit nga e bija e tij. Këto janë dorëshkrimet origjinale të Dritor Agollit gjatë procesit krijues të romanit Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, një prej veprave më të fuqishme satirike të kohës. Për herë të parë, publiku do të mund të shohë nga afër faqet ku lindi kjo vepër satirike, e cila duket se guxoi shumë për kohën. Midis rreshtave të shkruar me laps, me fshirje, korrigjime dhe shënime ansore, Dritoroi zbulohet si njeriu që kërkon për fjalën e drejtë, që qesh me dhimbjen dhe që përkthen absurditetin e realitetit në art. Kapitujt në dorëshkrim të Shkëlqimit dhe rënia e shokut Zylo, aty është mrekullia e kaligrafisë së shkrimtarit, por është e mrekullia e procesit krijues të shkrimtarit. Janë disa dokumentacione që tregojnë se si punon shkrimtari, veçanërisht ditari i 1171-shit që është në Kongo, është treguesi asaj që vazhdimisht e kemi thënë, Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo, kur u botua, nuk u botuai plot. Janë pikërisht ato kapituj të cilat pas 90-s do të botohen dhe libri Shkëlqimi dhe rënia e shokut Zylo do të botohet i plot. Por janë pikërisht të dokumente që tregojnë se vërtet vepra është botuar e cunguar në fillim. Në ekspozit gjenden edhe bloqet e shënimeve ku nis gjeneza e romanit, revista Hosteni e vitit 1972, që e botoi për herë të parë letërkëmbime origjinale e deri tek objektet personale të shkrimtarit që sjellin më afër njeriu me veprën. Për drejtoreshën e këtij institucioni, këto dorëshkrime janë si një dritare në mendjen e tij krijuese, ku Zyloja merr frymë për herë të parë, jo thjesht si personazh, por si metaforë një kohe që nuk është mbyllur kurrë plotësisht. Kemi sjell shumë letërkëmbime që kanë lidhje me posaçërisht këtë vepër themelore të letërsisë shqipe dhe shumë të rëndësishme në krijimtarinë e Dritor Agollit, por e kemi pasuruar muzeun dhe me dokumente të tjera origjinale dhe me objekte shumë të veçanta dhe domethënëse. Kemi marrë disa edicione shumë speciale të Shkëlqimit dhe rënies së shokut Zylo, duke filluar nga revista Hosteni, ku ka filluar të botohet për herë të parë, pastaj rilindja dhe disa botime të tjera. Dhurimi i këtyre dokumenteve origjinale u bë nga e bija e Dritorit, Elona Agolli, duke e kthyer muzeun në një vend ku kujtesa merr frymë dhe vepra e Dritorit vazhdon të jetësohet edhe sot. Këto ishin lajmet kryesore për sot e martë 14 tetor. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.